Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yje, prodhimi telegrafit që transmetohet edhe në televizionin Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Atëherë, laft para se me fillu me prezantu edhe mësafirin, mos të harrojmë edhe me falënderu sponsorët tonë që janë Golden Eagle, pija numër 1 në vend, si dhe kemi një sponsor të ri, Air Muni. Rezervoni aventura të reja ju presin me kompaninë e udhëtimeve Air Muni. Me neve sot është Hekuran Kryezio, një në sushori më i mirë i Kosovës, dhe i tash. më i Do të me miri. punu tjertë për me më rri. Hekurani kuqë tash, kur të folët për të, se është super modest, po Ama. e kemi nderin që e kemi këtu se Hekurani nuk është i dom fort Po, intervista. e vërtet. Mirë se vjen Hekuran. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Hekurani i komi 30 loj për Kosovën, është që që thash ma heret me sushori më i mirë që kena pas dhe i tash. Ish Kina shtaj kapiten. vjen marre, po, ish kapiten edhe Kosova i ka pas sukseset më të moja në qatë ku kur ky kalu edhe kom pjesë e ati ekipit që u shku deri 10-15 ndeshje pa humbje, fitore, rezultate shumë mira. Hekuran, apo na ka zënë qysh ja ke nis me futbollin? Po shumë thjesht si shqiptar edhe unë jam rrit edhe jam kohën jam prap i flakt mas futbollit, hapat e parë i kom bu me një katon, me një fshat në Zvicër që quhet Kështnak të Amrigi, po dhe kom marrë më duket trashëgimin, atë që shme thonë prej babës, se babën e kom pas shumë të flakt mas futbollit. Aja pasre, po të ndërprej veç pak, u kur një sulmus, super sulmus. Do në kaluj dhe nivelin e tretë në futbollin të Zvicrës, edhe pse në atë kohë kur u shkuaj edhe punë edhe futboll. Thonë që unë se kom rri se unë i vogël, se u bo herët që me thonë në moshën e re u bo babë, thonë që ka pas kogja talent, bëjshin edhe hajgare shoqnia tina që më konën e veç 10% si aj, ku më ditë ku kësha më rri, po jo, normal që prej babës e kom këto, dhe që ashtu i ku marrë hapat e parë me një fshat vogël në Zvicër. U konë një fush shumë interesante, na kish kry punë me prun Gilan, qatë fushën, se i na konë bashka atje, në Kështnak. Po normal që Zvicra është pak më përpara me infrastrukturë Pak një 200 vjet. Po besoj edhe shpresoj që në Kosovë do bëhen edhe fushat pak a shumë si në Zvicër. Okej, Hekuran, e përmene je lind dhe rrit në Zvicër. Qysh është për ty mi kalu krejt gjeneratat të Lucerni, një ekip ku ke arrit, do me thonë, kulmin për një futbollist mi kalu ke gjeneratat, se jo se cili futbollist E ka arrin ato, fatin me lu edhe në ekipin e parë. edhe me barta e shiritin e kapitenit. Shukon për ty kjo. E vërtet që me 11 vjet pata transferu të grup moshat e FC Lucernit, në atë region nuk onë klubi edhe është prap ma i madh. I bjen si në qendër të Zvicrës, me përkthy kështu bashkë në gjuhën shqipe, po konë për mu një ndere madhës, ketë të katunit të rrethinës, me bona i shembëll, si kur tash në Gilan, ketë këshyri me lujtë të Gjilani ose Drita, Po. që ashtu ka qenë atëherë, po me thonë realitetin, prindë mi gjithë kanë thonë, okej, mirë futbolli, e ki si hobi, e ki pasion, amo shkolla vjen në rend parë, po se nuk i dihet edhe jetës, Normal. po edhe prap se kena pasaportën zvicerane, nuk vuhesh kur i Zvicranëve, se emni mbi emni jetë. Oslander gjime me gjithë. Edhe amoni kum gra Dyja. dhe ma në fund të na u realizuan ndrajime që e bon edhe dikur hapin në ekiptar. Që shukon të Luzerni që e fëmiria jotë, edhe aja ke nisë me sushor direkt, a ke lu në pozit tjetër, se na ja nisë më sulmus krejt. Si ke qiptar. Ke nënsh, ose mbi që ato pa. Pra allone ku këshna shqiptar. Gati vekve. Babën e kom pas sulmus, sëllon ja pata një si sulmus, pata shku si sulmus të grup moshat e Lucernit, po pastaj kena pas probleme në fazën defanzives, kena pas shumë lejtar, dhe masi qunon si një lejtar paka shumë me një farë inteligencë në futbol, thoshin hajtë se kjo mundet me lujtë në qatë pozit, edhe ja patanis të grupë moshat të në Lucern me lujtë që në brojtës, po
aja pozit mu ka përshtat edhe mu, po me kohë tana më ka pengu pak se tash fizikisht nuk jam konë në lojtar që është për atë pozitë që shlypet që në brojtësi, po. Megjithatë, karriera jote ka mujt më konë krejt ndryshe. Në moshën 17 vjeçare, shkon në Itali te skuadra e madhe, më e madhe. Milani o më e madhe. Po çfarë Mua Roma po nejse, zyrtarisht o Milani. Po çfarë? Te Juventusi. Shkon te Juventusi. Kalon provë, arrijet një parë marrëveshje, po pse dështon transferimi. Lucerni jo shpengesa, sigurisht. Po, kom pas 17 vjet, pata nis me lujt edhe për grup moshat e kombëtarës Zvicrës, kom pas fazën e mirë në Lucern, pata nis me stërvit me ekipin e parë, me profesionistën të Lucern, dhe i pata ra në sy se na bike shpesh me lujt neve edhe me atë pjesën që është ka Italia. Po, ku janë ekipet Lugano, Locarno. Po, janë disa ekipet mira, na bikin kampionat shpesh me lutë kundër tyne, po edhe me kombëtarën e Zvicrës. Na ka ra me lutë kundër Italijës e tjera shtetet që skautat normal që gjinden. Dhe me 17 vjet unë patardh oferta, edhe printe me, nuk i besojsh me fort, si Juventusi ekipe madhe, po na vërtetun keq që gjithçka edhe ta na morëm marrëveshjen me drejtorin teknik të Lucernit edhe me presidentin e FC Lucernit e morëm ta na lejen edhe shkum mi bo këto medical test në Juventus. Edhe unë në atë kohë se pa ta njoft, po baba që është i flaktë pa ta njoft Pesotton e pa të përcjell neve 2 ditë sa i na kon atje. Na ka tregu këta senet ku është kampi juniorëve, shkollat, ku flajnë lojtarët e ri, gjithçka na pat prezantu, na pat tregu, i pata bolla medical tests, gjithçka shkojnë mirë, kur u ktheva prap në Zvicër mas 2 ditë të gjysmë, prit që tash unë çapo bëhet. Edhe erdhë që po adën, i bike fjala për ekipin e dy që thirret Primavera, po një herë në javë me stërvit me ekipin e parë, tana sipas zhvillimit, nëse je i aftë, i kuadrohesh me ekip të parë. Për mua normal me një onë që u kon, wow, një ekip e madhe, po në tjetrën onë njerëz që i kam rreth temin, më thoshin, okay, shumë mirë, po është ekipi i madh edhe me kur ta këshysh historinë është shumë vështirë me deportu me një ekip të madh pi grup mosha. Sa ata e kanë edhe mundësitë financiare që për çdo vit edhe te grup moshat i blejnë ka 30 lojtar, se i marrin ka 30 lojtar edhe në ekip të parë, po. Edhe në tjetrën onë do të më ofroj kontratë profesionale, do thoshin je prej verës, se kjo kon në pranver dikur, dimër pranver, edhe bëshin je pi verës me ekip të parë, tana normal që është lojtari alun as lun, ama edhe do të më thoshin që ma mirë për ty, edhe si karakter që je, këtu njëherë mi bo hapat në futbolin profesional, mi bo hapat e parë këtu, e tana nëse je një me i mirë, tana bërë dikur ma vonë. Qashtu ka qështë. E për mene që e konë grup moshat Zvicrës, me thonë ke lu për këtë grup moshat, dhe i nunis të nisha. Qa dhe me thonë kjo për ty dhe me thonë? E shumë që na ka bajake shqiptarë që luajnë në grup moshat e Zvicrës, ja kena nisë mja u marrë tash. Ka dal, ka do, po... Momentin që nuk ftohen ekiptar, vinë. Që shukon me përfaqësu Zvicrën atë kohë. Po folim për një shtet që realisht në zhvillimin e talentave është shumë mirë, pe shumë ma mirë në shtete shumë atë mëdha që janë që kanë futboll shumë zhvilluar. Për shembull, nëse fol për talenta, Zvicra është më mirë se Italia, punon me talenta. Është që ka lojtarë dhe ekipin e parë, çdo vjet 5-6 lojtarë shkojnë në klube të mëdha. Po ka qenë ndjenje e mirë se unë kom lind, edhe jam rrit në Zvicër. Edhe nëse zgjedhësh ti në gjenerat tonë ndër 20-23 lojtarë më të mirë, ajo është një farë nderi, edhe t'jap ma shumë motivim për me punu ma shumë. Po në qatë kohë, u konë një gjenerat me vjetër sonë, u konë gjenerat e artë e Zvicrës, që unë bo edhe me kampion botën, që unë konë edhe disa shqiptarë, Grani Gjaka, Frederik Veseli, Pajtim Kasami. Edhe ajo nga ka dhonë kështu një motivim shtesë, po ka qenë ndjenje mirë deri te Unisenishat. Unisenisha ki lujt me
Po është do formacione, Hekurani titullar, pajtimit. Jena kon 5 a 6 shqiptar me origjinë shqiptare. Hekuran Grëziu, Pajtim Kasami, Mërgim Brahimi, Beraxhi Mshiti, edhe një kushke. Nasser Ali, Nasser Ali u kon her pas here. Arlinda Jeti. Arlinda Jeti. Qendra Mbrojtës Mshiti Ajeti, po. Domethënë gjithsa shqiptare. Po në gjenerat teme jena kon kur do shqiptar se pata lujt te grup moshat me Beratin, me Arlindin, me Naserin, se na këtë 93, na shta kom arru në një më falë. Mërgimi 92. Po, mërgimi edhe pajtimi kanë lutë edhe me këta. Po, ama po, masut në mlejt qafta na bojnë 2 gjenerata. Po. Unë 20 qatë edhe unë 21 janë 2 gjenerata. Po, këna kalu gjithë mirë, po. Hek, e përmene fillimin të Lucerni, do me thonë, sigurisht, ajo kontrata profesioniste, ki lujt her pas here, po jo rregullisht. Po në vitin 2014 vjen ajo kthesa e madhe në karrierën tënde. Huazimi në Liechtenstein. Liechtenstein, nesh një ekip e kanë. Një Vaduzi që lunë Super League Zvicrës. Ajo ta ndryshoi karrierën, se shkove i lujt e krejt alojt, shkëlqeve, ishe vazhdimisht formacion të javës në Zvicër, tani u ktheve te Lucerni. Qa do me thonë Vaduzi për ty? Qysh u binde me shkuma, thare? Po kthejna pak më herët, kur më ardhë rastin me shku të ekipa parë në Lucern, kom pas edhe një trajner që është halaj njoftën, është Murat Jakin, që është trajneri kombëtar i Zvicrës. Me ta më ka hitë shumë mirë. Pastaj ajo largu prej Lucernit, ka një trajner e ri, edhe nuk i kisha menimet e njëjta me to, edhe pse unë s'e kom pas babën sponsor në Lucern. Jo, vetë sanet jo, amo deshta me thonë që nuk jo kum përshtat unë ati, se normal që trajneri vendos, po se di kena pas shumë diferenca, edhe pse unë besoj që edhe t'jom njef që jom një njeri që nuk bëj probleme, po tana pa ta lyp mu largu. Largimi nuk vike në pyetje për ta, po huazimi, edhe unë dësha me nejtë mas pakti në Super League Zvicrës. Dhe erta në momenti që unë ngrit Vaduci në Super League, edhe aty ka qenë trajneri, zavendës trajneri Murat Jakini që ka qenë Lucern. Boni hajde, edhe shkova në Vaduc, normal që është pak klub maj vogël se Lucern, edhe qyteti katon, ta shqa me thonë, është pak më ndryshe, po për mu në fillim për herë të parë më largu prej shtëpisë, për bjen fjallë, për shoqënive, ka qenë pak shtirë, amo kur kthejnë atash me shiku prap, besoj që ku një vendim që më ka një mu shumë. Do më thonë sigurisht që Vaduzi i ka këtë ato merita që ti sot jeni lojtar që ki lujt s'paku 10 vjetë në Super League. Ka shumë merita, po. Pas një viti vjen realizimi i ëndrrës tonë në debuton me Kosovën. Kundër Shqipënisë në atë barazimin 2-2. Edhe na njoftojmë që atëherë si lejtarë. Po te kështu po shumica e shqiptarëve të Kosovës shohin të lu për herë të parë ashtu. Bile kyti në gjithë ke Donov ka kujllani i Kosovës, edhe i ke pas flok ma gjatë, edhe do kështu si a kujllani në fush. Kisha thosht shko legjende. Ku fa lejtara i gollë. Qyshe kujton atë ko? Dhe me vonë debutimin, para t'i fazëve këto. Qysh të ftesa mas fari? Qysh u merë ftesa? Po. E kom di që i bot kjo pite. Ftesa, kontakti i parë që u bo me Federatën e Kosovës u konë përmjet një gazetarit Betim Zeqiri, se ti në gjithë një. Karo Max që e fitange. Po, jo, edhe mos gabofsha se i kom pollën të jetë, u kom do këtë në Facebook, do këtë më ke kontaktu në Facebook. Po, edhe unë se disha se konë që e fazë po pranohet Kosova, po pranohet në FIFA, në UEFA, se në qatë ko isha të lujtë në Lucern, në pata konë në Lucern do këtë po. Edhe kom pas bashkëlojtar, Jamir Hyken, lojtar i Shqipnijës, një djallë, një shok për mu shumë i mirë që është i Tiranës. Kom kalu 6 vite më doke me të në Lucern, e këna bo një shoqni tepër të mirë. A luke për kombëtarën e Shqipnijës,
Po edhe në Super League Zvicrës patën konë shumë lejtarë që lushin në qatë kohë. Edhe Armando Sadiku pas shumë Po Sadiku, Shkel Zengashi, Shkel Abrashi, Gjaka, Lenjani, Basha. Po. Edhe vishin shpesh selektorët e Shqipënisë mi këshyn ndeshjet, edhe pata ranë syllatënve. Po kur unë pat kontaktu Betimi tash në sakt nuk e di kur u konë cilën muja. Halo e konë pjesë e vaduzit, para se mu këthyte. Okej. Edhe pastaj tana unë thash po Kosova, pranohet, mirë shumë, edhe pa ta bisedu normal që pa ta bisedu edhe me familjen, edhe për mu konë aty normal që unë e përkraj prap Shqipnien, amo nëse vjen pyetje mu pranu Kosova, prinde me kanë lindë edhe jo në rritë në Kosovë edhe e përkraj prap Shqipnin, po në vend parë vjen Kosova. Edhe pastaj çaj kontakti me Betimi besoj nëse jam gabim me Albertin e pasur kontakti. Ka përcjell kontakti me Albertin, tana çashtu u bë kontakti edhe në grumbullimin e parë që pa të ardhur pa të konë loja miqësore me Shqipënin këtu. Edhe nuk e disha ku po vi mas pari, se unë jam konë Kosovë veç për pushime. Edhe nuk e disha ku po vi, çka po mpret, po më kam prit mas pari stafi e lejtari shumë mirë, që jom një prej fillimit rahat. Normal që më kanë ndihmu që ka pas edhe njerëz që kanë ardhur për Ligës Gjermanisë, edhe Mergin Brahimi i Zvicrës që më kanë ndihmu shumë fillim, mu adaptu më inkuadru në ekip, dhe më pat pëlqy, edhe çashtu tana kena vazhdu. Me që të e për mene, Shqipnia ka bo përpjekje me të marë. Edhe para se marë të Kosova. Po përpjekje të ty ne, si vazhdime që vazhdojnë edhe sot edhe 10 vjetë, me të nëtu mi vjetë në pojza, lejtarët prej kombëtarës Kosovës, kanë vazhdu edhe mas asaj ndeshje, kur ki debututi me kombëtarën e Kosovës. Ki pas kontaktet kanë kontaktu vazhdimisht Debiazi, Tramezani, njerëz të FSHF-s, lojtar për me të bindë me shkuani. A mu po më pëlqen që je koni vendost? Jo, e thash që unë e përkraj Shqipënin se për para unë jam rrit me ndresën Kuqezi. Po. Normal që si gjithë, edhe prap zona kur ta shoh Shqipënin sigur tash që ke në kampionatin evropian, bile kum shkuar kum kështu një lojë kundër Spanjës në Düsseldorf. Jemi taku. Po, jemi taku një me. Edhe përkraj, amo në qatë moment, edhe kur unë pat kontaktu Kosova, për mu konë që jo kur gjë kundër Shqipënisë, po për mu vjen në rend parë Kosova, po. Edhe u pat konë që Kosova ishke para pranimit, ishin gjithçka është në rregull, gjithçka ka më kry, në qershor pranomi. Edhe thash thash pi besoj, mirë, super, më vjen mirë. Po priti një vjetë. Po, edhe erdha me luj qatë lojën miqësore, tana i kum pas marrëdhëniet e mira edhe me selektorët e Shqipënisë, tana njoni bile u bo edhe në Zvicër në kampionat trener. Tramezani. Ai bile ka thonë që ja Kilani. Ai ka thonë ja Kilani. Pascal, i ka lexuar shkrimet. Edhe ama për mu konë që unë e vendosa tash për Kosovën, edhe po kam qef më konë pjesë e historisë. Oficial kombëtarja përfaqësuesja parë e Kosovës dhe çashtu tana nuk e kom ndru. Po normal. Po se edhe pat po fjala që mas kampionatit evropian 2016 mu bon lejtar kyçi Shqipënisë, ama unë pata vendos 2015 në lojë miqësore. Nëse vi këtu, nëse ndrojmë, ose për mua është përfaqësuesja kombëtarja e vendos një herë. Po. Edhe kjo nuk ka klub, nuk ndrohet. Që është menimi jam, kur ta merrsh vendimin, dush deri në fund me qëndru. Vesh një herë ndrohet, nëse je në Gjermani ose në Zvicër, marr të veni atë. Çashtu ndrohet. 30 ndeshje deri te shëriti i kapitenit, a ke prit që kemi përfaqësu ka gjatë. Zyrtare ndeshje. Unë mendoj që shkurt e ka përfaqësuar. Po shkurt po se ke bënë vllaf para se me hi. Dëshira jame ka qenë me numër 3 shqiptar. Përfaqësu hala ma gjatë, po unë e majnë mend se në fillim u patko ndryshe ku luajmë në Shkodër. Po në Shkodër. Edhe pse u kon për kraja tepër e madhe. Ka pas shumë njerëz që kanë udhëtu prej Kosovës që më falenderoj sot që
edhe sipas mundësive, kushtet që na kanë përkra, edhe pse nuk janë konë rezultatet që kena desh na. Pastaj, kur u bo mu lujt në Prishtinë, qendrat Prishtinës, stadiumi Fadil Vokri, që ta ku më thonë, edhe thonë prap, edhe të këta generatat e reja, lojt e para kur si harroj. Edhe shpesh kur të më pytin sot pse laka qeret, pse apo të mungon futbolli, thëmë futbolli së mungon me që mungon kombëtarja Kosovës. Je kon shumë i lidhë dhe me thonë me kombëtare. Po edhe me lojtarë, kena pas një atmosferë shumë mirë që u kriju edhe një shoqni tepër e mirë, edhe hala kena atë shoqni edhe pse dikush nështë sosh më pjesë asaj ekipës, ama po ku lushmi Fadil Vokri edhe pse nuk është nështë stadioni Bernabeu që të nëzën ku ma ditë sa mi shikus, atmosfera konë që mirë edhe për kraja, gjithë konë fenomenal e publikut, e poplit. Normal që ka do njëherë naj kritik, po je ftyrë publike, ajo është pjesë e sportit, dush mi pranu, ama unë më thonë që përgjithësi u konë për kraja fenomenal edhe mujnë edhe kolekt e mitë që i konë pas bashkëlojtarë, mujnë ata me vërtetu që me nëzjes pritshme më marrë më grumbullu me lujtë këta. E ke, ndeshja me Bullgarin, ku e mora dhe shiritin e kapitenit. Fitoria 3-2. Jo, Baras. Baras to. Ti u konfirmove si kapiteni kombëtarës Kosovës në atë kohë. Po tani sigurisht që nuk e harron kur atë lojë. Po tani ndodhi edhe lëndimi. Edhe tani ndrun gjanat. Çka do me thonë për një futbollist me bërë shiritin e shtetit, më konë kapiteni i futbollista kombëtarës? Krenaria e madhe, ajo dihet, normal që çdo lojtar kërkosh nuk thotë ja spedu shiritin e kapitenit, po në atë kohë pat konë që Samiri u konë kapiteni jonë. Sigurisht, po Samiri u konë kapiteni jonë, po në qatë ndeshje, ose një ndeshje me heret nuk mbrojti, mo. Dhe u desh dikush me bajt shiritin e kapitenit, dhe pat mi ullë aty selektori, ullëhetësia, Valon Berisha dhe one, edhe pat në thonë ata që okej, me Samirin bashk, po ka pas edhe tjerë lejtar që kanë bajt shiritin për neve për lejtarve kur së konë më rëndësi, e kena ditë që kena pas lejtarët me gjenerat më të vjetër, që jënë konë Albert Bunjaku, Sulmusi, Nisa Lushi, Samir Ujkani, jënë konë pak më të vjetër me mosh, ata jënë konë edhe kapitenat, i kena respektu, amo për neve lejtarve kur së konë më rëndësi, normal që është krenari, më konë kapiteni e ekipës, ose i kombëtarës, amo nëse kena dhonë shumë rëndësia po bëhet tash betimi, lavda, nuk u komë rëndësia, më po, krenaria është e gjë normale. Fatkeqësisht nuk e arrit me shëtnu asnjë gol me Kosovën. Është pengu më i madh. Zakonisht në Lucanin që kjo vëlla do raketa për gjysës fushës. Jo, dhe këtë shëtë i kanë e vëse kapke. Jo. Se ki penga? Penga kom që se kena arrit, po, me like kampionat, që ajo është penga madhe, se s'kum shënu gol. E di që në futbolin modern, jo për në mësë fushora shumë golla, po nuk jam konë një lojtar që ka shënu shumë golla, peng nuk më ka met, po normal që i shkon mire me pas shënu edhe ndaj gol. Heke, po cëlla ndeshja ma e rëndësishme me fanellën e kombëtarës? Ki shumë ndeshje të mira, një që nuk e harron kurrë. Okej, pe hekmin lojën e parë me Shqipërinë debutimin. Deshta me thonë deputimi normal, si në për klube edhe në koptare deputimi ka qenë lojë rëndësishme, po muë cila si që unë bjerë minëran men nëse flitet për koptarën e Kosovës ose për ndeshjet e mija është loja me Azerbajxhanin Prishtinë. 4-0. Po. Anë dominem. Kur s'kom besu që fitojnë a gjashtë? Sa ta në konë të fort, po që zotin dhe 4 copa dhe i pa të mytë krejt, qështu i mojshëm? Ajo teknike, zëneli. Po është një apelojë më të mira që ka lu Kosova në erë, dhe me thonë dominem që total, 90 minuta. Për mu që ajo ka qenë. Normal që ka pas edhe tjera lojë, po. Ama një që e me kujtime të mira shumë pozitive u konë loja me Azerbajxhanin. Edhe kalojnë a grupin dolem Ligën C, edhe janë nisëm që ato janë nisëm më rritë si ekip. Po më intereson në lojë kundër Zvicrës ti nuk i lujt asnjëherë. Jo. Edhe që kjo është një farë pengu, a?
pat me bu marrëveshjen që mos Masi të kanë liru. Herën e parë jam kon Taksirata, vlla. negociata me klube tjera, u kon para se me nënshkruta në atë FC Ciriu. Po që ke. Mu kon marrëveshja me federatën që okej, mos me shku në rrezikim. Loja dytë ndoket u pa takon pa klub. Pa klub. Po klub po që atë kohën që jetë pa ekip. Edhe loja tretë edhe katërt janë kon kualifikime më masi patallon ndërheqje për futbollit silitar. Mos largona për Zvicrës. 3 lojë me Zvicrën, 3 barazime. Në 7 orë kina me lujt me Zvicrën. A është rendi me fitu? Apo hupëm krejta? Tash me analizë që kena bu na, so dina na se si jem fort. Zvicra është pak në ndryshim gjeneratës dhe pak romje, nuk piko rezultatet që i ka pas për shembull para 4-5 vjetëve. Edhe pse në Evropianin botror paraqitet jashtëzakonisht mirë, shet që e ka lënë grupin edhe i dominon bajë këto ekipe. Po që në ligën e kombeve të kalume nuk pat rezultate të mira në ran ligën. Si zhak shkejke. Na po thonë që Zvicra është pak në romje, nëse mujna me nxon Zvicrën ma keq se çka është problema me nxon. E na jena në rritje, domethënë në kualifikimet e fundit kem shumë mirë. Domethënë trajneri i ri ka po shihet dora e tij, po shihet që po luajnë më mirë, angazhim më shumë. Sa mujna mi po Zvicrës në sen, se ata me na mujt s'mujnë, po na mujna me mujnë. Statistika deri tash janë pozitive kundër Zvicrës, edhe pak a shumë allone mendoj që çashtu po prap Zvicra është shtet i fort, kombëtare e mirë, edhe lojtarët me origjinë shqiptare për mojnë Zvicrën hala, Graniti, Ardoni e tjerë. Po, unë besoj që gjithçka mundshme, s'po du tash me lezë në eufori, se ta na po dëshpromi nëse s'do. Shumë shpejt na lezëm, shumë shpejt dëshprom. Besoj që shancat janë, nuk është reale që kena shancat mira, edhe me mujt Zvicrës, po për këtë garën atë. Unë kam qef, normal që kam qef me fitu edhe i besoj lejtarëve të Kosovës, ama allone kam qef menim që tash kanë ardhur edhe këta lejtarë të kyç, që besoj që janë në kulmin e karrierës, po jo vetëm në aspektin futboll, po edhe si personazha. Dhe i shkon mirë, besoj që ka ardhur vakti me bo nej befasi. Po. I përmend këta të karomi me një pjesë tyne me lu, sidomos me Milotin, Vedatin, ma gjatë. Ja përmend shok të ngushtë. Që të gështë e vetë, me cëlt pe i këtyre lojtarëve aktual që janë ki muhabet më të mirë. Me shumë. Si karakter edhe si njeri që jam, ne kom pas me ketë raportet e mira, po normal që si çdo njeri edhe unë me dikanë të çoj pak më mirë, në shkon muhabeti më mirë. Me lojtarë që janë Gjermanisë, na ka lidh gjua gjithë, po edhe që përmene para se mja njësë podcastit, edhe pse ke lindë edhe jarin në Zvicër, për fol nëm. Për fol nëm. Shumë mirë për fol. Jum lidhë edhe kena kriju një shoqni edhe me lejtarë që ka ndarë prej Kosovës, po tash s'po du mi përmen këtë me... O, Miloti një farë Gjermoni, mas se shkojnë Verder. Po, kam su pak, kam su halo e Vigec. Kam raportet mira, betime që tha, normal që me Milotin, Vedatin, po janë, s'po du tash këtë mitësek me emna, se harrojnë a i kanë, ta në do të mos qarru me ta. Po, zakonisht, me këtë i kom pas raportet e mira, që ashtu jem edhe si karakter edhe prapje vazhdoj kontaktet, me do ma shumë, me do ma pak. Qashtu. Sigurisht. Te Kosova dhe pak, a kina i vidje? Për shembull, kur i ardhin fillim, keni stërvit gjithkon, sa çatje. Sot po shkojnë së ndrenas nesër atje. Ama dhe qa u gonë ma forta. I qojnë Mitrovic me stërvit, që s'ka as tualete, s'ka pas në klasë. Mitrovic Shkodër në autobus. Pe me stërvitis direkt, ane. Qatë herë të merë. Po gjetë jeni gërdit krejt në qatë po. Qysh është se tash të edhin bajages, të i edhe pjesë stafit unis të nisha. Qysh janë kushtet me bo një dalim për atëherë në fillim kër e orë dhe sëd? Botë ndryshme. Për mene të disa sene, u konë, kur vjen prej Zvicrës, që gjdo katon,
i ka dhe reflektort, Po. i ka fushën kryesore, i ka fushat për mes tërvite, këtë vjen këtu si kombëtare, në fillim u kon pak shtirë mu adaptu, nëse i arrit këtu kon gjë normale, besoj, po për neve që në arrit jashtë u kon pak shokuse, po gati 10 vjetë i banëm qiu, 2015-2020. ka hitë shumë për para, që ato, thom, kena startu me Fadil Vokrin, e ka vazhdu Agim Ademi, unë si lojtar, vetëm moj me thonë federatës përgjithësi, Fadilit, Agimit edhe krejt stafit që janë federat, që faleminderit që na kanë plotësu kushtet, nuk besoj që ditën e sotme që mujnë lojtarët, po unë sa kom qenë pjesë e ekipës, nuk kena mujt mua anku për naj sen që na ka mungu. Fillimi u koni shtirë, po. Të mësu, të shku të mësu. Të shku, po, edhe nuk është që e priti unë tash personalisht mu bo Kosova najherë si Zvicra, Gjermania, po Spanja e tjerë, amo i kena kushtet bazike i kena, po ndërtohet tash edhe kampi në Hajvali, që besoj nëse kur të kryet ka më konë fenomenal, po dhe stadiumi Fadil Vokri plotëson krejta kushtet, vetëm një sen nëse donë me kritiku në sen tribunat pak të vogla, s'ko ka bë bileta. Jo, unë vetë si lojtar me thonë faleminderit zhvillimit që bo në kohë shkurt, na që 10 vjetë jena si kombëtare, normal që kena keqef mu kualifiku për Botërore Evropian, amo s'ka në sen që muj me kritiku tash. Kthehemi pak te klubet. Në 2018 vjen transferimi te Zürichi. Rival, domethënë Superligë Zvicër, prej Lucerni në Züri. Qysh e mora atë vendim me ju bashku Zürichit, edhe pse ki pas edhe oferta tjera. Po tash të njoftëm pak ma shumë se tjertë, edhe të ukur ma i lidhën me ty, e di që jeni ideal një futbollist që s'kisha fort me lëviz larg. Mas kësaj pyetje tani do tjera i po. Besoj që gjys viti i fundit Lucern edhe në Züri deri te lëndimi u kon faza jamja ma mirë në futboll. Edhe po, kur nuk e vazhdova në Lucern, kom pas negociata me klubet Italijës, po zakonisht që shnifen Zvicerant janë me orë, me kampionatin Zvicër starton ma heret, edhe pregaditjet janë nisin ma heret, po, e Italia pritke, tash se ti arsyet e timve, pritke edhe ertana puna që më tha Zürichi, qështu, deri qatë dit, se edhe fitun kupën, i përmisun nga njerë kushtet. Se normal që aty në gjetë një zaventus nëse të shesin ty, bezonja. Po, edhe italianët mershin shumë kohë, edhe unë nuk shumë kohë, pak pare. Po për pare, tash kur shkojsh që si lojtari i Zvicrës, normal që nuk e ki tash rrogën mineran ku me ditë sa atje. Edhe për mu kushtet që mi pat dhonë Zürichi, ju në kontë me aftushëm. E lushmi ngarat evropiane. Dhe bashkan gjita FC Zürichi se nuk do isha me reziku, me prit deri ka fundi merkatos, që e konë arsye pse. Së 3 vjetë e Zürichi. 3 vjetë e Zürichi. Dhe tha kulmi jam ma i mire si lojtar në Zürichi. Edhe unë kam një farë simpatie për Zürichin, ma shumë se Unë jam me Gecin, se u klubi shqiptarëve Gecin. Ma dhe Zürichi e pa ta thaku njerë një tifoz, sa interesant. Shqiptarët e kënë Zürichi të full për futbol, tha, unë jam tha... Te kanë shqiptarë në Zürichi. Jo, tha, unë tha jam tifoz i Zürichit, tha, në një ekip kështë të malë, a vedin Manchester, Juventus, jo, tha, veç i Zürichit, jam të mindzirë fotet, aj... Kapo i tifozët, edhe kalzike kur jam bu kampion që atër mëti. Kum ka i tha në fushë, edhe mu doke interesant për Zürichi. Jo, klubin Zvicër e kanë një varë kulturë tifozët bajagi interesant, i kanë tifozët e forët. Ka shikus bajagi, edhe sot e shë
në për stadiumin, në për Po, Cyriu gjithë ka pas. po edhe qytet i madh. Edhe është që ja bojnë në gjuhën gjermane multikulti, ka shumë nacionalitete. Edhe i kanë tifos të flakt, po. Po nëse s'ki rezultate, ka ndodhur që na kthy prej një ndeshjes që kena pas ka Lozana, kështu kena hub, kur jemi kthy njëtë natës, dytë natës, të kam prit një 500-600 vetat me maska pra kompet. Edhe do më thonë të ju kërcnu. Jo, të Filmose. Sqarrim të ishin. Sarem, se, çka... E kanë, është një farë mentaliteti si të Jo, ultrasë trash, italianëve. Po, se kum qillu me njëherë me një derbi atë, e kum posa. Qyshe përshkruan aventurën të Cyriu? Është një kohë që ki kalu shumë mirë, ki shkëlqy në fush. Po, sidomos ato 7 muaj, 8 muaj deri të lëndimi që kom pas. Po, se shkoj ke shumë mirë. Edhe në kombëtarët Kosovës, edhe të Cyriu, i kalum edhe grupat në Europa League, kampionat ishmi veni 3-4, u konë për mu si film. Po. Në atë nivelin që më konë, edhe pastaj lëndimin me 19 prill, që ajo më ka shtri pak për toke, edhe pse nuk besoj, thash okej, lëndim i ndodh çdo lojtarit, po Pse s'është që ki ndjen në fush me një herë ato, ha? jo, kanë ndodh herë ndonjë minutën e 12 në Lugano, dhe s'kom pas kështu vetëm që aty kur ndolli një 10 sekonda kom pas dhimbje, edhe menova që po hija peta, unë veç isha zavencu. Po. Sa ata mjekët e kanë pa minera në fush që diçka nuk ka në rregull, edhe kur ardhana mesazhe që je i lëndum 8-9 muaj jashtë fushës, thash okej. S'jam lejtari i parë, po ndodh gati për çdo ditë. Po edhe kur u ktheva pi lëndimit, tamam kesh një 2-3 loj me ekip, ra pandemia, edhe tana u patën bu 14 muaj me lëndim edhe me pandemi pa lujton. Se di, pa kur e patallon një intervistë në Zvicër, patën thonë mas 14 muajve po lunë për herë të parë kështu startus. Unë si pata një ato. Po, ata e kanë kësi. Edhe të na u desht, u patkun që e periudhë që u desht kampionatin me një afat të shkurt, me kry, u vonu kejt, edhe unë se pata atë kohën e dur, mu kthy për një lëndimit, që me thonë mu adaptu loj për loj. Se u desh me kry kampionatin, edhe lujshmi na çdo 2-3 ditë lujshmi. Edhe që ashtu vazhdoj, të na kur e krytan Cyri, dëshira jam e kem mas 10 vite në Superligë Zvicrës. Me provu jashtë. Po, një aventurë 3. Dalmi aty tani, po më intereson të Cyri. E përmena, keni lujt në grupet Ligës Evropës, keni pas paraqitje fantastike. Luni kundër Napolit, luni kundër Leverkusenit, fitani, do më thonë, që shi kujton që ato kohë në grupet Ligës Evropës. Që është gara e dytë më e madhe evropiane dhe jo krejt e kam fatin më arrit me lujt në qatë nivel. O kom fenomenal, se na bike pak shpesh me ultu edhe me kombëtare, se pata njerë për pas na arru, bike vetëm në aeroplan me qenë ose na për hotele, amo si futbolist për çata lumë futbol, normal që Liga Kampion me Champions League halosh më mirë, po për çata stervit për çdo ditë, edhe ndron lejtari edhe ka qenë një periudhë tepër e mirë. E thash që ke pas shef mu largu, me provu një aventurë të re jashtë Zvicrës. Je ka në ofër Kayserisporit në 2021. Çka u bo që s'u bo marrëveshja? Edhe pse këta tërshit sa të ndryshe, nesër ndryshe ata. Si fare si japin si ndrojnë fjallë. Jo, ti ndrojnë fjallë si qera. Për ty, me thonë se njëtin folë mas gjysore. Kush ke ti? Kur pata lëndu e pata ditë që për këto top ligat, po, ma problem. Ma problem ka me qenë, edhe pata boll 10 vjet në Superligë të Kosovës, do isha një aventurë 3. Kosovës, Zvicrës. Zvicrës, në fakt, Superligë Zvicrës, do isha me provu diçka 3. Superligë të Kosovës një vjet. Dalmi aty, të Prishtinë. Fanella mbrapa. Prishtinë, vëllai. Po Prishtinë ky fati bol kreluz janë me luat që shka thon Tahirit e vorrat atje. Klub zemrës. Çka ka? A di drita që ka stadiumi, që kjo fushat që të janë vorrat. Do të thonë depresive.
S'kesh vaj. Drita o Isha klubit orë i këto zemrës. me drita, luj kanë erë natën. Farë futboll. Pse u prish marrëveshja me Kayserisporin? Se vazhdova kontratën të sërim, Po. për shumë arsye, edhe pastaj negociesha me menaxhera, me klube dhe u binda me shkum Kayseri, u konë një menaxher zvicran. Dhe morëm beshna gjithçka dhe pritja veç thirrjen që me maqu biletën e aeroplanit edhe me flytëru për Kayseri, prit, u patkon edhe Bajram, edhe menaxheri zvicran ja bëgoni prit se këta i kanë tash krishtlindjet, timonisht. Thash jo krishtlindjet, po Bajramin. Po zgat këtë këta 3 ditë, thash po e di, thash s'ki nevojë më kallëzu. Edhe po pritme, ata na çështu shku një javë, 2, 3 edhe tana se di. Skati Bajrami. Se di deri sot çka ka ndodhur, po çaty pat më marr vesh me klubin, amo s'pat më nënshkru kur gjë ata. Ata sot kanë pore, nesër e shë, Falimentojnë. falimentojnë. Direkt. Super çuditshëm janë. Shumë çuditshëm, unë i përcjelli bajagjata. E më nënshkru mas 6 muajve. Po. Është muaji janar i vitit 2022. Qysh mi thonë Allah kësaj? Odeseja veç, s'pja përmenja atë në Odessa. Çernomoreca. Çernomoreca Odessa. Shkon në Turqi në fazë përgatitore, me ta nënshkruan kontratë, nuk u bë zyrtare kurrë ajo. Unë e kum pa fatën, kum pa të nënshkruajt, kum pa me panel, po nuk rren as 10 det atë. Ik. Depresiv, shavani. Jo veni ku ka nejt kjo kun mirë, po ku me shku se. Po dhe ku me shku. Po patëm më 6 muaj. Edhe thash okej, nëse nuk e nënshkruajt tash me ndaj klub, do më thonë që përfundova karrierën, edhe oferta që i kom pas, ma shumë ti më përshtat ke mu që kjo Odesës, si financiarisht, po edhe si vend. Po. Se kom njoft me të kallëzu drejt qytetin, po thonë është qytet i mirë, është ndeti, edhe pa ta thonë okej, shkova atja, i bona testet, e nënshkrujta, gjithçka në rregull, po nuk e nisha veten rahat. Edhe nuk um patun prit mirë. Lejtar të huj kështu që flasin anglisht nuk ka pas shumë, nuk ma shumë normal të Ukrainës, Gjeorgjisë, Bullgarisë, edhe nuk ma afrojshin të ekipa, nuk e nisha veten mirë, edhe të folë qështu për çdo natë, çdo ditë të fol me babën, ma shumë folje për futboll. Tu fol edhe tani mas duket 6 ditë, 5, thash okay, po kthejna në Zvicër. Edhe tani mu deshke me prish kontratën e ketë, derisa morëm vesh. Unë thashë s'po du para kur gjove shqem lejtari i ri. Po. Edhe u ktheva, se nisha veten rahat, po që shtojnë ka desh zotis, e di, u pata këthy në Zvicër s'ka shku as 4-5 dit, edhe ja pat njës lufta në Ukrainë me Rusia. Po. Qatër kampionati u konë shumë i fort. Po. Në top 10 kampionatet e Evropës u konë Ukraina. Sigurisht. Edhe sot e ka kampionatin e fort, po që shukojnë që atëherë nuk është. Tash në të prejt loja duesh me shku me një bunker. Po thënë si për Se nëse vjen alarmi. Jo, mu pat pëlqyn, në qatë moment u pat konë financiarisht jo keq. Edhe si vend, se për mu u konë edhe gjithë e rëndësishme pa vendi ku përshkon. Edhe thash okej, e provoj 2 vjetë u konë kontrata, po nuk e nita vetën rahat, edhe shqyqër u ktheva para luftës. Po, vin tërësor, viti i fundit, kthehesha me shumë me tërturin. Ma mirë mos më pas këtyja? Jo, unë e vetë që pa ta përfundu karierën me fort tash realitetin, muj me fort tash, po baba i Granitit, Ragib Gjaka, ka taku ndokën Prishtinë, në taku me babën tem, amo jonë për najsen, po kështu rasisht, po, rasisht në taku, edhe kam folë qështu, se njif mi moti, pesi i kam unë 11 vjetë, Graniti 12, Tavlanti 13, edhe kam jo tash në shoqënie përditshme, po kam në shoqëni, kur takoni në farë respekti, edhe patoni shumë besejta, edhe okej, edhe po më thirë të në Ragipi, qështu, thash, okej, thash, Ragip, thash, ani, ban, thash, po, se di sa jam fit, se më bëndon 1 vjet,
E boni këshyrmi, edhe tana e vazhdo në nënshkrujta për 2 vjet me tetur, po ne këshysh ato më shumë sigur më kthy prapë në skenë. Po. Edhe disha për nënshkruj për 2 vjet, po në më shumë se 1 vjet nuk rri atë. Po. Edhe kur u kry 1 vjet, Ç'ashtu ndodhi domethënë. ç'ashtu ndodhi, unë kisha bisedime me tjera klubet Superligës. Në fund nuk u arrit marrëveshja me ta, a mund mi të tu nuk dëshëm me vazhdu edhe e ndërpetëm kontratën. Në moshën 30 vjeçare i jep fund karrierës. A ki lënë shumë herësh futbollin? Ç'ja mëre. Pe di. Kish mujt me lutë. Po, Kur bisha të panikom të lu. nuk e di tash, normal që më konë të lujtë nivelin më të lartë futbollit, nuk e lem me 30 vjet. Po që aty ku min të tur nuk u përshtat ka më për mua dhe je pataniz me një koleg të amin që u konë edhe futbolist i Zvicrës, ka lujtë edhe për kombëtarën e Zvicrës Adrian Winter. Pat mi startu do biznese. Edhe që atë moment edhe me një mosh, me një fasë që nëse është që kjo ku e përfundojnë e karjerën në Superligë Zvicrës, po orientona të karjera mas karjerës. Normal. Edhe është më shumë lërësim të na biznese. Po. Po çka biznesi? E ki një një partenisi i ri që u dal padel. Padel, jo, padel është shumë sport rritje. I ri së dale. Për mu i ri. Është sport i jashtëzakonshëm, do të harxhon energji të lume kështu pum. Të lujta? Është nuk po guxoj pe komës se më del me një herë, po shkomi në shtatorën Zvicër lumit e hek. Është sport edhe në Kosovë është urrit edhe janë bë 2-3 fusha janë të ndërtuar të tjerat. Me fushorët janë të mëshëm gjithë? Po. Prej futbollista, ky mençurinë ka shfrytzuar mas karrierës. Domethënë ka investuar mirë në padel. Në çat karrierës jo. Jo, se vetë pas shfrytzuar aty me 30 vjet se kishe kry. Jo, më mirë ka. Ki investuar thash, ki bu investim të mirë. Padel i ki 2 qendra me thonë që janë ka 8 fusha, 10, nuk janë për një uri atë. Qysh po ecë biznesi edhe me Winterin, domethënë ki pas shok skuadre, tash jeni edhe partnera. Prap shok. Po, Binteri normal që e kom familjen, po e kom të në edhe pse di të kalallë ty me taku, e kom Gurbet Huruglicën, që e kom pej që bjen pej qerë dhe se kom shok ngusht, ma të ngushtin, po të na futbolin nga ka lidhë me Adrian Winter, që i kena bo që ato investimet, që kjo padelit ka qenë ideja ti. Ideja e Winterit, a? Ideja e Winterit, se unë se kum njoft pa ta lujt një herë, në pandemi pa ta lujt një herë, mos se pa ta njoft këtë aktivitet, këtë sport shumë. Që ato po mjeri. Ideja u kone tina, sidomos kur shkova me vizitu, kur kesh pa klub shkova me vizitu Vedatin Majorka, edhe kur henëm biseda që shtoja, për mena padelin, ata na jom tha që këtu në Spanjë, çdo njeri e lun, a është 5 vjeçar, a është 60 vjet, ketë e lun këtë sport, është okej. Një këshillë e mirë e Vedatit, da? Mirë, po. Edhe ideja ka qenë e ti, edhe kena startu mirë, së është kasë. Ja, mirë, edhe në thash është në rritje. Do më dhoni ka 2 salla më të mëdha në Zvicër, të padelit edhe ashtu jetë shumë mirë. Apo lunë? Po luj, si pas mundësive, po, që kur po më pytin, hajde me luj këtu në termin, po thonë, po jo se s'kom luj që 2 vjetë. Padel, po më pëlqen, aktiviteti mirë, sporti mirë, po më pëlqen. Kush lunë në fillim një herë, tani vazhdon me luj. Unë se kom provu, kur në shtator kina me provu atë. Shkojna bashkë dhe... Më pëlqen edhe shumë futbolista kanë investu, edhe e lunë. Edhe cona këto me kanë investu, se mos t'ja bojmë reklamë. Po, këto bëjmë reklamë. E për mene, ka investu Zidane, Ronaldo, është investimi mirë për futbolista? Mi këshillu edhe tjerë që e lojnë? Dishka me investu, normal, pare që i vjetën për futbol dhe me investu, se ato hargjohen dihura, po. Sa dush mi pas. është që cili din për vetit çfarë investime, a ban as ban, a monë tash si më kone njeri që ka investu në kjerë. Po. Normal që më pëlqen edhe mu kjerë të shtrejta e të mira, po do sena kam pas për mu ma shumë rëndësi. Me mujt me bona investim në sport, edhe për momentin është një me që ki padeli, është shumë një farë trendi është, sa është gjatë, për mu isha dhe sa ma gjatë, po thonjë të statistika që arritja e një sportit kur s'ka qenë që ka e shpejtë edhe madhe. Edhe po investojnë shumë
ish futbolista, po foli tash për yjet e futbollit. Kanë investu shumë edhe po shesh shumë lejtar që në kohën lirë po luajnë padel po. 2030 lojrat mesdhetare më në të mendoj me kon sport më lojrat mesdhetare në Kosovë kur mohon. Është ideja që edhe padeli me hi bashkë futsallit, ekskluzive ta. Bënë bashkë me shok edhe qelën edhe një të fort. Vjene për faqë Kosovën padel. Po, në mendoj që kjo. Drejthën e kongati. A më në të mendoj që kjo? Me hitë, dhe më thonë për faqë si Kosovës. Ja, për dje po që ndo këtë, s'po du me thonë një shka gabim, e po është një foto të kombëtarës të padelit Kosovës, se Zvicra ka. E di që sport... A e lem Zvicrë në marrë me fatu Kosovë në padel. Jo, në të sallat e mija, në këtu kështu... As nuk ma kështu ngara, se ka dhe liga kështu ta mos në futbol në Zvicër, që i merë ato pikët e tua, si në tenis, po. Po, si në tenis. Amo ato nuk mjerë në bëllë këngo mas pikëve. Mësime me rëndësie e pasin të të bëhet bëllë mas pikëve që tash e ki mas kesti, se kur je trener o ma kesti lejtar me ngo mas pikëve. Qysh po të shkon zeja e trenerit, ja ke nisë mi morë licencat, aktualisht në Kosovi edhe për licencje të vazhdu edukimin këtë pjesë qysh po të shkon edhe sa është ndryshe me kohën jashtë fushë se në fushë. Dallim i madh. Ndush më kujdes për shumë sena. Qysh po më hecë, unë startova në janar, nese me licencat jo marrë më herët që 2 vjet. Edhe prapë si kom kry, jam angazhum për licenca. Të Kosova Unisenja, jam bashkan gjitë në janar, nese në mars jam kongrumbimet e parë. Falemderoj kolegëve që unë kam pritë shumë mirë, janë edhe emnjat njohur të futbollit Kosovë si trajneri Afrim Toverlani, po edhe stafi me Liridonin që është në Malishev, Valmir Bytyqi që njifet si portjer, po edhe Fitim Shabani që unë ngrit tash me Prishinën e Re, po edhe mjekësia është e mirë që më kam prit tepër shumë mirë, edhe jo më befasu që jam kaq modest. Jo, më kam prit shumë mirë, normal që tash startojnë shtator garat, po, kualifikime për Europianin 27. Janë disa pengesa që ku po zhvillohet edhe kampionati Europian, po... A keni me bo, uroj më kualifiku. Do me thonë, sa nuk du. Asaja më së kualifikohet, veç shtalle të kualifikohen. A keme këtë mjetë në nishat? A kem nëjë talent që ty të pëlqen? Mos ja thuj jam nëse në 79 tjerë. Ja, po jo, kena disa lejtar të mirë, po prap është të Unisenisha është pak më vështirë se të aja. Se të Unisenisha tash edhe masi po mahet që po zhvillohet 2027 në Shqipni edhe po në tjetërin shtetë. Na ka rritë konkurenca. Se Shqipnia është e kualifikume. Po, edhe luajnë direkt. Tana i ki edhe shtetet... Sa për keni vështirë, që të po du më nalë, që e përmenë Shqipninë, sa për keni vështirë mi majtë lojtarët në kombëtarën unë të ne? Tu bazu që Shqipnia po ja u kapë? Po, shtirë, jo. Normal që ata e këshyrin interesat personale, po na me zorë së në shtim kërkan me lujtë. Besoj që deri tash jemi tu e bo punën, tu ja spjegu lejtarëve, tu merë me ta, po në fund lejtarë e marrë vendimin e vetë. Që që ka morë këj para, edhe se ka ndërlejtë. Po është pak ma shtirë, se pikjele tjerë shtete piki si konkurenca. Dëtë mjarë spjegu këta tonën, veç mos më tregu modest, mi avë spjegu që shidio në. Nejse. Qëfar dhe me thonë këta 2 emra për ty? Diamant dhe Ari Ferizi. Jonë 2 djemë tja zakonshëm, Deçanit që jetojnë dhe veprojnë në Lucern, edhe jeni rritë me buk tyne. E vërtet, po janë 2 shokë të mirë, jo vështëmit, po dhe babas tem, janë Deçanit, i kanë 3 restorane italian në Lucern. Të fusha njonin, të stadiumi? Të stadiumi, po dhe afer stadiumit aty në qytet. Na si lejtar, jo veçune, po kejt aty në Lucern, gjithë këna shku më hongër drejk,
po edhe dark këna shku, këna hongër atje, na kanë prit shumë mirë. Gjatë drekave, darkave u kriju një shoqni që edhe të na kohën e lirë si pushimet i këna bo bashk. Kina po edhe Frojlerin dhe qanë, Remo Frojler. Po, ka qenë edhe ajnë dhe qanë, po. Si thash, jo veç unë tek shqiptar, po ketë lojtarë që kanë lujtë aty, këna shku, këna hongër ushqim të Didi, e thjemina dhe të Ari. Të me thonë, shumit lavdë. Futbollit krijon edhe mitësi, ndryshme. Dhe me thonë, qëto stadiumi, qëto e ka restorantin Ari, Diti e ka pak ma lartë. Sot ka kom dita reklamave. Dita reklama. Janë dy djemë që këtë futbollistat që luajnë Lucem, u shenë aty. E kanë derën qelë, taj. Po një restorant është edhe i kompit të Lucerne. Po. Apo, aty të akademika. Akademia, po. Akademia. E kuran me cilën ekip je kallëzëm kështu? Kështu nuk hin debat për asnjë ekip, Po. ama e simpatizoj Barcelonën. Më pëlqen shkolla futbollit tynve, edhe prapë si tash, edhe pse kanë të në një periull pak më të vështirë, s'kanë rezultate, po talenta Kanë gjithë. po prodhojnë talentat vetë. Më pëlqen stili i futbollit, edhe që më thonë, unë pa të arrit me kohën e Rivaldos, Ronaldinhos, të në edhe Messi, ama sidomos Ronaldinho më pa qëti me desh shumë Barcelona. Krejtve. Këtë thonë që Messi ka po Barcelona të madhe, unë menoj që qaj periuda Ronaldinho si këthan tifoz ka Barcelona. Qaj e magjia që e bën. Unë ka bo Patrick Kluivert, su musi. Po edhe unë e këmë dorë Kluivertin, Figo atë e kënë e ka pos gjithë ekipin e mirë. Najse mos të folje për Figo. Ama jo e ka pos gjithë ka pos lejtarë të mirë Barcelona, po edhe operatorin e kena me Barcelonën. Tifoz. Hegi, ta si trajner për fund, jetë të punu Inshallah s'me nën me lu si Barcelona pa blok, se pasha zoti shtirë është. Me lujtë si ta, do të me posë dhe lejtarët. Ti mësona i kontrat shpejt, me 3 dalje, dam, si Realli që të qërën. Ma leto kontra me lu, se Barcelona pozicionat kap. Me ndërtu është shumë Ta shumë pëlqen, është. Yeah. Barcelonë së Jo, nëse i ki lejtarë që shjo, nëse i ki lejtarë të knaqë është dhe lu. Çka mendon për të ardhmen si trajner? Edhe pse tash nuk dihet e ardhmja, po a ki synim me punu në klube edhe se tash je në kombëtar, edhe pse je si ndemis trajner, edhe pak që shkon puna kombëtarës. A je më i nxjerrë me punu në klub apo në kombëtare? Në klube. Në të ardhmen. Shtirë me thonë. Drejton se ka biznesin. Ja, biznesin. Jo, unë kur e pata startu me licenca para 2 vite, se ku menu. Ambicie kam u bo trener, motivim kam, vullnet kam, po si e thash më herët, lojtarë dhe trener janë ka shumë dallim, si nata me ditë. Edhe për momentin jam shumë i motivum, kam shumë ambicie, ama jam, që me thonë, falon fillim. Edhe tu i marrë licencat, edhe tu marrë mësime. Kum pas disa trenera që kam bu karierë edhe si trenera, po edhe tash prap me afrimin, është një trener i njoftë në Kosovë, 4 tituj, me Prishtinë mos gabofsha. Si lejtar, unë se kom rri, po baba më ka kallëzu që u konë super lejtar. Edhe kjo për mu mësim. Tash se kom menu, a kombëtare, a klube, po vullnet kam, ambicie kam, hap mas hapi. I kim brapa fanelën e Dritës, klubi që e simpatizon Kosovë. Si lojtar, edhe pse dëshira u kone madhe, sidomos e valuanin Murselit me po në Dritë, si lojtar nuk ke lujt për Dritën. Si trajner, a mujna me të po në tarmen trajner Dritës. Edhe pse Drita ka tash një super trajner si Zeka. Dush me pyet Valon. Jo, unë jam i komunës Kamenicës. A ne, Ana Morov, po. Jo jem. Po, edhe ka ona jonë që i bjanë klubi me i madh është Gjilanjo se Drita. Në familjar të dajt i kam ma shumë ka Drita, dhe masi më lidh një farë shoqënie me familjen Murseli. Edhe Flamurin, që është i rinora 4, se i kom po, nashta një naja 2 në rinora 4, kërë më konë ma eri se tash jo.
Më ka prit gjithë mirë, ju kom bashkan gjithë dritës, si pas mundësive edhe i këshyri lojt. Po, Besoj që tash në garat evropiane, si të kom mundësi, si të jam kënej, kam i këshyrë. e kem na një bindi që kam i në grupe, inshallah del që është. A kena me të pa trajner dritës në dardhën, a kështë konsideru? Lëk të në qëre me që të re, për që varë drite këtë ruar. Lashko kur të bëhet këtë tamon me UEFA Pro edhe stadiumin e kem gati. Po Ah, besoj që tërë bëhen gati. tërë bëhen kushtet. Nëse vjen e ditë për mu bo, mos më bo, vendos me bisedojnë atash është herët me folë. Okej. Do më thonë në ofertë edhe më qenë një qender padel në Gilan. E ke, me folë me ty, Po. për ty, për karrierën tonë, duhet me meqë shumë gatë. Nuk po folë shumë që ky kallzon shkurt, nuk i Ah, kallzon shkurt, kejt. është super Modest, modest. e di. O është super modest. Unë është njëni prej djemëve ma të mirë, ma të kulturum që e kom njoftu në futbol, edhe jom shumë krenar që e kom një kësi shoki, tash nuk e kom vetë shoki, e kom edhe bozjonar. Ko ke si vllazë. Po, si vlazën, gratë një veni. E ke, shumë faleminderit që ke gjetë ku, na ke nderu me ardhjen tonde, uroj që mu shpeshtu paraqitjet e tua në media, dhe pse shtirë me ndodhë kjo. Ma jo, kem nevojë për lojtar të nivelit ti shukon me dalë edhe me bo analiza, se na zakonisht emisionet e kem pak si zhurmë, kështu ma shumë zhurmë se analizë, po me kallzu çka po ndodhe realisht kur t'lun Kosova. Për shembull, çka ndodhe gjatë lojës, me pas një analizë më të mirë filtra dikur që do me thonë ti i ki këtë kredencialet me folë se i ki gjitha ato lojë për Kosovën edhe i ke arrit keq shtam pej debutimit dhe i të shëriti i kapitenit. Hek, knaqësi shumë, faleminderit që na nderove me prezencën tonë. Faleminderit edhe prej meje edhe se dia din që 5 vite s'kom dalë hiç në për Po, media. e di për S'kom ata, dalë as na në ke nderu televizë, tash. as në për televizione, po edhe që e konti njoni, ose e koni pari që më ka kontaktu për Federatën e Kosovës në 2014. Për kombëtarën e Kosovës, ma mirë me thonë se. Edhe po, se nuk kam qef E di. fort me dalë për media, normal që kur t'jesh ftyrë publike duhesh me dalë, po kam qef me marrë tjetën ta me Po, sa me private. Atëherë ishte knaqësi edhe të urojmë shumë suksese si në Karrierën e re. karrierën trajnerit, si në karrierë padel. Faleminderit edhe për juve, për ftesën, ka qenë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Atëherë, shikues të nderuar, ky ishte podcasti i radhës të Arena Yje. Për fund, mos harrojmë edhe mi falenderu shumë për krasit e këtij podcasti që është pija energjike numër 1 në vend dhe jo vetëm Golden Eagle, si dhe është koha pushimeve, me rezervu Ermini. aventura të reja me Ermini. Shihemi javën e ardhshme.